Kjo është një histori që nuk e tregoj shpesh, po më ka ndodhur kur isha në Zvicër, kur pash një burr duke qethur barin e kopshtit me gërshan flokësh, që të dilte eksakt me lartësinë e trotuarit. Aty kuptova se ti je berber kopshti në Zvicër është profesion i vërtet. Në gjithë botën ka ditë me diell, ka ditë me vranësir, ka ditë me shi, ndërsa në Zvicër ka ditë ku duhet të jesh i përpikt, ka ditë ku pritet të jesh i përpikt, ka edhe ditë ku gjobitesh nëse si e i përpikt. Ky fiksimi i tyre me precizionin, me korrektesën dhe moraret është një shkallë që nga një herë edhe diellin e bëjnë të ndihet në faj. Trena, autobuza, metro, shkolla, institucione nuk janë shërbime publike, janë akrepat e orës. E vetmi arsye, i vetmi rast kur ti mund të jesh 2 minuta me vonesë në Zvicër është nëse je nisur për të shkuar në Itali. Dhe ja vura qëllim vetes që ta kuptoj ku ka rrënjën, ku ka ky fiksim i tyre kulturor, ku ka filizin. Jo vetëm i zviceranëve, por edhe i austriakëve dhe gjermanëve, sepse nëse kuptoj këtë, thash me vete, kam kuptuar shpirtin gjermanik dhe se si të fitosh respektin maksimal të këtyre njerëzve. Nisa të shfletoj histori, enciklopedi, bisedoj me njerëz dhe sinjali i parë që isha në rrugën e duhur erdhi nga Harvardi. Në Harvard zakonisht kur studioj një person, ai mund të jetë Steve Jobs, Elon Musk, Bezos, nuk merren me futbollist, por kësaj herë ata bën një përjashtim, studiuan Thomas Müller. Pse? Sepse Müller thyen çdo rregull të asaj që ne mendojmë se është madhështia. Nuk ka as shpejtësinë e Mbappés, as driblimet e Messit, as trupin e Ronaldos, e megjithatë ai ka fituar më shumë se pothuajse kushdo. Ka të kaluar legjenda, sepse ai ka atë cilësinë tjetër, dhe kjo cilësia tjetër të bën po aq madhështor sa talenti dhe pasioni. Ky është misteri Müller dhe këtë do të zbulojmë sot. Thomas Müller është pothuajse sinonim me qytetin e Munihut, por historia e tij në fakt nis rreth 50 kilometra më larg në një fshat të vogël malor të quajtur Pel, nga ato zonat ku numri i lopëve është ka gjasa të jetë më i madh se numri i njerëzve. Tip Lepushe e Munihut. I vetmi atraksion turistik në vendlindjen e Müllerit është muzeu i enëve të bakrit. Tash si do e kalojnë kohën fëmijët në një fshat si ky? Luajnë futboll normalisht dhe Müller u dashurua me lojën e bukur. Por historia e tij nuk është ajo historia e zakonshme e gjeniut të lindur, sepse ai as nuk ishte lojtar i talentuar, as nuk ishte i fortë, as nuk ishte i shpejtë. Por në vitin 2000, dhelprat e Bayern München pan diçka tek ai dhe e futën në akademinë të rinjve. Dhe brenda pak kohësh Müller u bëi pazëvendësueshëm dhe u paraqit ndeshje për ndeshje në sezonet e tij të para dhe jo vetëm. Një disiplinë e jashtëzakonshme. Trajneri i Bayern München në aso kohë, Louis van Gaal, thoshte Müller i luan gjithmonë dhe nuk po egzageronte. Që nga debutimi i tij Bayern ka luajtur 885 ndeshje, ku Müller ka marrë pjesë në 756 prej tyre. Një disiplinë e jashtëzakonshme, askush nuk ka më shumë. Dhe ndërsa një besnikëri e tij është e rrallë në futbollin modern, akoma më e rrallë është qëndrueshmëria, vijshmëria e tij. Le të hedhim një sy shifrave. Müller ka shënuar 250 gola për Bayern, plus 276 asist, më shumë se çdo lojtar tjetër në 5 liga të mëdha që nga debutimi i tij. Askush se ka fituar Bundesligën më shumë se ai. Dhe kjo është vetëm në arenën vendase. Tash le të kalojmë pak e të shohim gjërat në arenën europiane. Vetëm Ronaldo, Casillas dhe Messi kanë më shumë paraqitje në Champions League. Müller ka 111 fitore në Champions League, vetëm 4 më pak se CR7. Dhe në total asnjë lojtar gjerman s'ka një koleksion trofesh më të madh se ai. 35 në total. Më shumë se Modric, Xavi, Benzema, madje guxoi të kalonte edhe mbretin Zlatan. Müller nuk u dëmtua kurrë. Kaq për shifrat. M'fal se harrova. Edhe Kupa e Botës në 2014. Tash si arriti ai gjitha këto? Përgjigja na çon te Harvard Business School. Müller duket, po ta shohësh, duket si një mësues gjimnazi. I ka këmbët sikur s'kan pa palestër kurrë. E megjithatë ai është elitë, është maja e botës. Müller quhet shpesh Raumdeuter, që do të thotë interpretues hapësire. Praktikisht fuqia e tij e vërtetë është përpikmëria, të jetë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Ai ka pra një si shqis të gjashtë, nuhatje për të parashikuar me përpikmëri ku do të shkojë topi, ku do të shpërqendrohet mbrojtësi dhe ku do të shpërthej kaosi. Dhe sapo një dritare e vogël hapet, Müller është aty, bum, gol. Müller na mëson këtë. Nuk të duhen truke të shkëlqyera apo dominim fizik kur je truri më i shpejt në fushë.
Dhe truri fiton shpejtësi, super fokus dhe mprehtësi nga disiplina. Si ka mundësi që disiplina pra arrit zgjuarsin, mprehtësin, si ndodh kjo? Tani kujdes se po jafrohemi shumë sekretit, sepse personi që u mor gjatë gjithë jetës tij, pikërisht me studimin e kësaj lidhjes midis zgjuarsisë dhe disiplinës, ishte një nga filozofët më të dashur të Gjermanisë. Në fakt, gjermanët jo vetëm e duan, ata lindin, rriten dhe jetojnë përmes parimeve të tij në çdo gjë që bëjnë, në çdo frym. Edhe sot ai është më i studiuar dhe më i vlerësuar edhe nga të rinj gjerman. Müller nuk e pati të nevojshme fare të studionte mira faqet e Immanuel Kantit, sepse filozofia e tij është si bukë salçiçe për gjermanët, është kodi kulturor i tyre. Immanuel Kanti nuk ishte vetëm filozof, ai ishte një mjeshtër i kohës. Banorët e lagjës tij rregullonin orët e tyre sipas orareve të Kantit. Çdo minutë e ditës tij ishte e planifikuar me qëllim, ishte pjesë e një sistemi që e kishte krijuar vetë. Po çfarë shtyp këtë filozof që të zgjohej çdo ditë në 5 pa çerek të mëngjesit për dekada me radhë? Dhe si mundet tani një jetë kaq e strukturuar rimtësisht të prodhonte ide që formsuan gjithë botën? Le të eksplorojmë thjeshtësinë radikale të njeriut që besonte se disiplina është çelësi i lirisë dhe zgjuarsisë. Kanti besonte se liria e vërtet nuk vinte nga kaosi, por nga rregulli. Rutina ditore e Kantit nuk ishte thjesht e saktë. 5 pa çerek e mëngjesit, zgjim, pa justifikime, pa vonesa, fillimi pa negociueshëm i ditës. Ora 5, ulur me një filxhan çaji dhe pipën e tij, momenti i qetësisë, meditimit dhe i përgatitjes mendore. Ora 5:30, fillonte puna e vërtet, shkrimi dhe leximi filozofik i thellë. Ora 7, gati për të dhënë leksione, ai ligjeronte deri në orën 11 në universitet. Pas leksioneve vinte vakti i vetëm i ditës, ora 11, dreka, e vetmja dhe e plot. Ai besonte se një vakt i vetëm i ushqyer mirë mjaftonte për trupin dhe mendjen. Ora 1 pasdite, aktivitet më i lehtë, gazeta, letra dhe lexime më pak kërkuese. Dhe pastaj pjesa më ikonike e ditës, ora 3:30, ecja e tij e famshme, gjithmonë në njëjta rrugë, gjithmonë në njëjtë minutë. Banorët e Königsbergut thoshin me shaka se mund të rregullonin orët e tyre sipas hapave të tij. Disiplina e Kantit nuk ishte një ngurtësi për hir të ngurtësisë, siç thoshte ai, nëpërmjet disiplinës mendja fiton pushtet mbi veten. 4:30, kthim në shtëpi, pjesa më fleksibël e ditës, lexim, pushim ose reflektim. Ora 7, mbrëmjen e vetmi, ndonjëherë priste miq ose shkonte nëpër festa. Ora 10, gjumi, orari i shenjtë, si çdo pjesë tjetër e ditës. Tash pse jetonte kështu ai? Sepse besonte se arsyeja dhe virtyti kërkojnë strukturë. Ai nuk drejtohej kurrë nga humoret apo emocionet apo frymëzimet spontane. Jeta me sahat e Kantit na mëson se disiplina nuk është për rregullat, por për të çliruar potencialin e mendjes. Çfarë nuk kuptonte ai me të vërtetë me këtë? Se disiplina çliron potencialin e mendjes. Ta jap me shembull personal nga vetja ime, kur fillova të postoj ato videot në Instagram mbi libra që lexoja. Dhe i vura qëllim vetes që përmbajtjen e një libri, për shembull 300 faqe, duhet ta përmbledhja në 90 sekonda, sepse aq ishte koha që mund të bëje një reel. Por përmbledhja, futja e 300 faqeve libër në mënyrë interesante që të kishte një vlerë në vetvete në 90 sekonda, ishte një punë, ishte një kornizë e ngushtë për mua, ku duhet të përqendrohesha shumë, të caktoja me detaje çfarë duhet lija jashtë dhe çfarë duhet pasqyroja brenda. Edhe kjo kërkonte një shtrëngim të madh mendor, pra një disiplinë të thellë. Dhe disiplina e shtrydh mendjen, dhe kur shtrydhet mendja, diçka del gjithmonë. Kant po thot pra se për të menduar outside the box, you have to think in a smaller box. Për të menduar jashtë kornizës, duhet të mendosh brenda një kornize më të vogël. Një nga këto kornizat më të vogla që mund t'i imponojmë vetes është disiplina, dhe kështu çlirohet potenciali brenda nesh. Tani ta shpjegoj më qartë se çfarë nënkuptonte në të vërtetë Kanti me këtë frazën imponojmë vetes.
Qa thot Kanti pra, qëfar nën kupton të ai me këtë imponojmë vetes? Kant besonte se çdo njeri ka dy anë brenda vetes. Njeriu natyror, ku është pjesa jonë që drejtohet nga impulset, dëshirat, rehatia, kënaqësia, instinkti, pjesa shtazore, kafsha që kemi brenda pra, ai dëshiron që të ndihet mirë, të shmang dhimbjen, të ndjek qefet e tjera. Dhe në anën tjetër është njeriu moral, si për ti. Kjo është ajo pjesa jonë e aftë për arsye, për detyrë, ato që Kanti e quan ligjvënie e brendshme. Çfarë është ligjvënia e brendshme? Për Kantin, morali nuk është diçka që vjen nga jashtë, feja, ligjet, shoqëria. Morali i vërtet shfaqet kur ti kupton, unë mund të jap vetes një ligj dhe unë mund ta respektoj atë. Shembull, ti dëshiron të gënjesh, por ndalesh dhe mendon, nuk duhet ta bëj këtë, jo sepse dikush do më ndëshkoj, por sepse arsyeja ime më thotë se është gabim. Ligjvënësi i brendshëm. Ai moment kur ti respekton një parim që ja ke dhënë vetes lirshëm, është ligjvënie e brendshme. Ti bësh sovran i botës sate të brendshme. Dhe tani pse kjo krijon nderim, autostim, self-esteem, respekt për veten? Kanti thotë, momenti kur ti kupton që mund të veprosh sipas një ligji moral të brendshëm, dhe kjo është një aftësi që vjen brenda teje, atëherë njeriu natyror, pjesa instinktiva, jo egoistja shtazorja, mbetet e mahnitur nga dimensioni moral brenda teje. Ai ndjen nderim, një respekt të thellë, një lloj dridhjeje morale. Pse? Sepse njeriu natyror, shtazor, kupton se ka diçka më të lartë si për ti, jo të jashtme, por të brendshme. Diçka që nuk mund të korruptohet, nuk mund të mashtrohet, friksohet apo blihet. Ti e përjeton pra veten jo thjesht si një kafshë me impulse, por si një person i aftë për liri, për vetë kontroll dhe dinjitet moral. Në terma më të thjesht, kur zbulon se je i aftë, japësh vetes ligje morale dhe fillon t'i respektosh, vetja morale që jeton brenda teje dominon natyrën shtazore. Natyra jote impulsive pra për ullet ndaj natyres tënde dinjitoze, racionale. Është momenti i brendshëm pra ku instinkti kupton, ka diçka mbi mua atje lart. Dhe ai atje lart jam po unë. Të kufizosh veten pra është një mënyrë për të qenë i lirë. Në fillim kjo tingëllon paradoksale, por është psikologjikisht një e vërtetë e thellë dhe e saktë. Njerëzit fitojnë liri të brendshme jo duke hequr kufijt, por duke zgjedhur kufijt e duhur. Shembull, një person për shembull që nuk mund t'i frenojë impulset e të ngrënit, të pirit, të scrollinget, të reagimeve, nuk është i lirë, ai është një sklav. Një muzikant bëhet i lirë të improvizojë pasi trajnohet vite e vite në disiplinë, duke respektuar rregullat kufijt. Vetëm atëherë mund t'i thëjë. Një person mund të pasurohet financiarisht vetëm pasi martohet, sepse kushtet e shtrënguara të martesës tani e disiplinojnë të fokusohet fort. Liria pra vjen përmes strukturës, jo mungesës së saj. Ideja e Kantit është shumë e thjeshtë. Kur unë vë një rregull mbi veten, nuk jam më i sunduar nga impulsi. Unë bëhem i vetëdrejtuar. Dhe ky është shpirti gjermanik. Japse ata e humbin totalisht respektin për dikë që nuk është i përpikt ose i disiplinuar, sepse nëse nuk je i disiplinuar, ata nënkuptojnë se ti nuk ke ligjvënie brenda vetes tënde, e përrjedhoj je një person i vogël, e përrjedhoj i padenj për respektin e tyre. E kundërta ndodh kur ata kuptojnë se ti je i disiplinuar, që do të thotë se ligjvënësi brenda teje ka pushtet dhe jo pjesa shtazore, dhe kështu ti je njeri i lartë për ta, edhe për veten tënde.